Përshëndetje për juve në studio dhe për të gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Në vazhdim e këtij edicioni special, unë aktualisht gjendem në zyret e OVL UÇK-s, aty ku do t'ju sjell një rrëfim të një ish veterani të luftës çlirimtare të Kosovës. Bëhet fjalë për një person që luftës ju bashkua në moshën 16 vjeçare. Atëherë kur shumë bashkëmoshatarët e tij ndoshta do të kishin zgjedhur një rrugë ndryshe. Sot kaq vite pasi që lufta ka përfunduar, ai vazhdon ta përcjell misionin e tij, por jo me armë, me rrëfime dhe kujtime mbi këtë histori të cilën duhet ta dinë të gjithë brezat e rinj. Afër vetes kam nderin të kem Agron Kajtazin. Agron, fillimisht faleminderit për kohën. Mirë se kemi ardhur, faleminderit juve për hapësirën, për çdo gjë që krijoni gjithë këtë kohë për ne. Njëkohësisht shfrytëzoj rastin të uroj ditën e pavarësisë të Republikës Kosovës, duke kujtuar dhe nderuar për jetë gjithë ata që dhanë më të shtrejtën dhanë jetën për lirinë tonë, për shtetin tonë, për këtë datë të rëndësishme të vendit tonë. Më tregon fillimisht si bashkohet një 16 vjeçar luftës, si kujton ato rrethana? Vërtet, rrethonat e asaj kohe me i krahasu me epokën e sotshme ose kohën e sotshme është vërtet gati të pakrahasueshme për shkak se është tjetër akomoditet sot dhe në tjera situata ishim atëherë, sepse ishim në okupim dhe ishim rrit me atë frymen, atë dashurie, me atë kulturën, me atë nxitjen e brezave të mëhershëm, me atë brumin e gatum të familjeve tona, të rrethit, të farefisnisë që e prek shumë me lkurën tonë, robrin, që i shba tashmë një shekull në kamën e huj. Prandaj, kur erdhën kohat për me marrë armët, atëherë nuk njehen mosh. Kishim 3 fëmijë si unë, po kishte edhe burra pleq që me zihecin, por që vërtet kishin zemër dhe ishim brymos njëjtën frymë, që kur vjen momenti me marrë armën, me i dalë zot venit, njëherë për gjithmonë, me u shiru duke u vetë sakrifiku, sepse nuk ka qenë kohë lehtë, është dashur me ditë se cili person, se cili ushtar, se cila ushtare, që momentin që të marrësh armët, ti e ndan rrugën njëherë për gjithmonë me armikun. Pra jo rastisht e kom thënë shumë herë, që ne si luftëtar e kemi ndjej lirinë më herët. Arsyeja është që unë kur kom marrë armën, unë kam qenë i lirë. Kam mujt me më zanata, por që lirinë e kom pas. Në malet e mia, në istikamet e mia, bashkë me bashkëftetarët, dhe mbi atë sublimim gjithë veprat tona, dhe gjaku derdhë dëshmorëve, dhe tjetra mira martirëve, fëmijë, gra, pleq, duke i kujtu e nderu gjithë brezat e mëhershëm, në për çdo situata, në për çdo aktivitetet më hershme, iniciativa edhe luftra të organizuara, cilët në përpjekje për çlirim kanë dhënë jetën, kanë sakrifikuar, por që sublimojmë luftën e fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe sot gëzojmë pavarësinë, festojmë e jetojmë të lirë. Çfarë ndjenje ish me vesh uniformën aq herët? Edhe tregon pak për kushtet që kanë qenë asë kohë, se dim që ka qenë një kohë kur edhe për armë ka qenë problem, për vetë mbrojtje ka qenë problem. Njëkohësisht mandaj edhe një foto që e ke në uniformë. Po, mbaj tu aq pak fotografi për aty asaj kohe sa kam, por që vërtet janë disa fat që kanë shpëtu apo operatori ta përcjell foton, le të shkoj pak më lart, kështu që ta shikojnë edhe shikuesit tanë. Është një prej fotografive pakta që kam gjatë asaj periudhe, e cila ka arrit mbijetoj, është shkret nga disa ushtarë, dhe i mbaj me kujtim, me nostalgji aty në ditëve. Pra nuk kanë qenë kohën atë leta. Trego më të vështirën që e ke pas, periudhën më të vështirë që më nga lufta. Periudhat vështira kemi pas mjaft, megjithatë po flas pak nga fillimi. Me gjujt le, pra. E nga mos vetdia jam, se çfarë lloj arme kam dorë, jam pas i sigurt se po të vinte edhe një tanks edhe një automjet i blindum, unë do të përpisha të shtin ta ndaloj ata, se nuk e kisha ditë, as nuk e dija se çfarë vlere apo çfarë peshe ka ajo lloj arme. Megjithatë, koha po ecën
njerëz të mirë nga të veti. Unë kisha fatin të jem ushtar i mësuesit të shkollës, i dajes të babit, i shokëve të babës, e i rrethit familjar, do të thotë pjesë e njerëzve të pjekun, cilë të organizonin dhe ishin lokomotiv të luftës shqiptare. Pra dhe kujdesi tyne ndaj meje kanë qenë shumë i veçantë. Nuk isha i vetmi unë 16 vjeçar, kishte edhe tjetër. Kishte edhe më të ri, edhe 15, edhe 14 vjeç. Pra kish djalni, kish vajza të reja, të papjekun, të papërgatitun për mbajtje të armë. Me kohë jemi mësu, edhe me përdor, edhe me bashkëluftu me burra e me njerëz me përvoja deri tek oficerat, cilët kanë ardhur ko pas kohë edhe kanë bashkangjit luftës tonë shqiptare. Si konsideron që ka gjetë ky përvjetor i pavarësisë Kosovën? Marr parasysh që tash jemi edhe në prag të fjalës përfundimtare të mbrojtjes në Hag. Vërtet, dita sotshme ka pak gëzim. Çdo që shtonat janë të buzëqeshura, të stolisura. Të kemi mbrëmje muzikore, për rini, me kulturë, me sport, me gjana që këtë bota feston pavarësinë e shteteve të veta. E ne sfidohemi ende nga padrejtësit historike që ju kanë bërë këtij vendi, duke na i marrë krerë të shtetit për institucionet tona, cilat i kemi fituar me gjak, duke na i marrë komandantit edhe udhëheqësit të luftës tonë shqiptare, që kanë bërë e kanë sakrifikuar deri te vetflijimi për me ardhur kjo ditë e sot nga paragjykime e investime armiqësore merren prej dyrëve e pizyrave të institucioneve të Republikës Kosovës, kryetarët e Kuvendit si Jakub Krasniqi e Kadri Veseli, presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi, shpallësi i pavarësisë të Republikës tonë që na sot festojmë këtë datë, komandanti Recep Selimi që është figura emblematike e daljes publike të ushtrisë shqiptare të Kosovës me 28 nëntor 97. Do të thotë njerëz kyç të luftës, të paqes, të shtetëndërtimit, demokratizimit, të lirisë të popullit, sot sfidohen me paragjykime, sfidohen me shpifje, sfidohen me investime armiqësore, ashtu siç kemi pa elemente, edhe me akuza ashtë pa baza, ashtë mizore, ashtë pa drejta, vërtet është dhimbje e nuk është gëzim. Unë për veti ndihem keq, shumë keq. Unë e di edhe angazhimin tënë, tash marr parasysh që si i ri ke qenë pjesë e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, e di që një periudhë të konsiderueshme të jetës e ke shfrytzuar edhe për me ju tregu brezave të rinj për historinë e vendit tonë. A më tregon fillimisht si ka qenë kjo periudhë, me çfarë vullneti ke filluar me ju ligjeru nxancave në datat e caktuara të vitit, edhe sa konsideron që dim brezat e rinj për pavarësinë e Kosovës, për historinë që e ka përcjell deri këtu? Vërtet është për keqardhje se mungojnë literaturë për fëmijët, mungon shkrime, Akademia e Shkencave ka bërë shumë pak. Edhe si shtet në përgjithësi kemi bërë shumë pak. Dhe tani do të thotë këto gjana lanë pasojat mëdha. Lufta, sakrifica, rruga e lirisë të cilën e ka pranu këtë shtet, edhe njerëz me jetu të lirë, aja duhet me u kujtu e me u nderu, jo me u harru e me u anashkalu. Megjithatë, kohët fundit kemi fillu për datat caktume në për komunat tona, sidomos komuna Skënderajt, lenta të kësaj që duhet të jam falënderues për komunën që na ka dhënë hapësirë, që disa nga luftetarët marrëm ndonjë klasë në për shkolla dhe ligjerojmë me ditë caktume siç është 12 qershori, dita e Shlirimit, apo në fakt dita e Shlirimit është 12 qershor, po komuna Skënderajt është me 18, apo 5, 6 dhe 7 mars, siç është epopeja e ushtrisë shërimtare të Kosovës, dhe data tjera të rëndësishme ku na jepet hapësirë të ligjerojmë, bashkëbisedojmë. Megjithatë, në komunën Skënderajt është gjendja pak më ndryshe, sepse lufta është pak më e prekshme për shumë familjeve dhe njerëz, fëmija kanë një uri pak të themeltare për rrjedhat
e historisë se si ka qenë. Por që është dashur të jetë në çdo komunë, në gjithë nivelin, edhe të jetë e shkruar dhe me ligj. Që të kujtojmë, e të nderojmë rrugtimet tona, vujtjet, sakrificat, ramjen e njerëzve që kanë bë edhe sublimon çdo gjë mbi vlerën e tyre. Pra është dashur që të kemi edhe literaturë, po të njëjtën kohë edhe të japet hapësirë më shumë luftëtarëve të ligjërojnë se me të vërtetë me men nuk mundesh me marr pyetjet të cilat mundesh me marr për fëmijëve gjatë aty në ligjërata. Tregojmë disa se bashkë po më intereson. Lloj-llojsh. Prej se më ka bën nana, si më rrit, në çuçi mbrumos, me kanë kom bashkë luftu. Armiki më vra tua, ka, dhe më dhënë pyetje të lloj-llojshme që të riktheshin të nxjerrin çdo fjalë të shpirtit si metana, për m'ia thënë të vërtetën dhe të drejtën të luftës tonë që kemi bë gjatë asaj periudhe. Kur të rastis me ju spjegu kështu në nxancave në shkolla, mendon atë pjesën që në moshë ty në ti ke qenë front luftës edhe si e përjeton atë? Vërtet, nuk e kam pas fatin që t'ju ligjeroj bashkëmoshatarëve të mi të asaj kohë, po flas një 16-17 vjeçari, por nxanca më të vogël. Megjithatë, me kohë jemi bon pak sa melankolik. Të pyesë, po më duhet të ndërpres, po më intereson një mesazh që ja kisha jap të gjithë të rinjve sot për fund që për pavarësinë e Kosovës edhe formës se si ka ardhur deri aty. Mendoj që duhet t'ju themi njëherë për gjithmonë. Ta duan, ta respektojnë, të mësojnë dhe të punojnë për vendin e tyre. Kur mos të harrojnë vlerën sublime e djemve, e qikave, e nanave, e pleqve, e paraarzëve tonë që kanë dhënë çdo gjë për këtë ditë dhe sot ne jetojmë të lirë. Faleminderit shumë për kohën, Agran, urime pavarësia. Urime dhe juve, faleminderit juve. Atëherë kishim këtu një rrëfim të veteranit të ushtrisë shqiptare të Kosovës që u bashkua u